A duhet të kthehemi në Shqipëri pas kësaj që po ndodh aty? Që nga adoleshenca ime kam jetuar, kam studiuar dhe punuar në vende të ndryshme të botës dhe sa herë që jam kthyer në Shqipëri kam pësuar zhgënjime nga më të ndryshme, zhgënjim profesional, intelektual, njerëzor, duke u goditur, por edhe sulmuar për faktin se kam qenë gjithmonë një zë opozitar, duke u mënjanuar nga realiteti i ashpër aty, nga mungesa e meritokracisë, nga servilizmi, relativizimi së keqes, amnistimi gjithë shkeljeve të rënda të qeverisë, e gjendur mes dhjetra dilemash, jam larguar për një jetë më të mirë, një jetë më me dinjitet, vlerësim dhe parime të palëkundura, por gjithmonë kam qenë me kokën pas, duke kontribuar në çdo formë, duke u përpjekur për çdo ditë të ngre zërin për padrejtësitë që ndodhin në Shqipëri, për shkeljet e një qeverie e cila ka 4 mandate që qeverisë dhe mban zero përgjegjësi për çdo skandal. Të vetmet forma revolte që mund të zhvilloja kanë qenë daljet e mia publike në ekranet shqiptare dhe shkrimet e mia në disa portale dhe angazhimi im në rrjetet sociale ku kam gjetur një mbështetje të madhe nga shumë njerëz që dhe nuk kanë folur dot, nga njerëz të ngjashëm me mua që në fakt në thelb din ta ndajnë shumë mirë të mirën nga e keqja dhe kemi menduar se në fakt shoqëria shqiptare ka rënë në gjumë të thellë, apatia ka qenë vetmja formë jetese dhe që nuk kishte më asnjë shpresë, por aty ka shumë të rinj, ka profesionistë, ka familjar të cilët kanë mbushur rrugët e Tiranës dhe janë kthyer në absolut në burim frymëzimi për të gjithë ne që kemi lënë pas një pjesë të zemrës dhe të shpirtit. Unë jam me ju për çdo ditë dhe do të jem aty shumë shpejt.